Nëse zoti Kurti, para se më bo kryeministër, ka thonë Kosova nuk është e varfër, po është e vjedhën. Kur o vjedhë? Kur është vjedhë? Kur është vjedhë? Po se për zotit Kurti është vjedhë në atë, ko se s'ka qenë e varfër. Po mirë, jo tash kur o vjedhë? Tash është edhe o varfënu, edhe është vjedhë. Kur? është vjedhë gjatë gjithë kohës. Në çfarë, në cilën, për çka jeni duke folë që është vjedhë? A kena ndonjë dëshmi që është vjedhë? Kena akt akuz në rezervat e shtetit. Rezervat e shtetit ka akt akuz? Prezumimi i pavajësisë vlen për mu si rregull ndaj gjithëve, du me thonë të parën, sepse nuk bëj me gisht, edhe nuk flas, nuk lagoj emra, por... Po nuk ka gjykim në formë sprerë. Po, për ta përmena prezumimi i pavajësisë, po rezervat e shtetit është... Rezervat e shtetit i është aja që quhet në familje, është buka e shtetit. është gron, krep, sheqer dhe ushqim elementar. Për një vend si Kosova, ka ndërtu kapacitete për me bo rezervat e shtetit, sepse rezervat e shtetit në vendet e konsolidume kanë lidhje me miliarda euro në rezervat organizume, edhe ato janë siguri ma modë, se shkon pej gazit e deri tek jo mjetët ushtarake, deri të ushqimi, deri të kripa dhe buka, edhe ata e menaxhojnë. Ne kemi fillu me ndërtu. Halo pa ndërtu mirë rezervat e shtetit, kanë humbë. Në rastin më të keq, të na ka dalë që gruni që rrenë, gruri si produkt për bukë, që ka humbë, thot ka humbë tonelat se o terë, po gruni tërt korrët, e mani lakshtia bën matron kur rrinë në për vagona që s'dit kjo shku, ose dhe vaj. Ti vaj në kitë përpunu me kitë në Gjilan. Miliona litra mundën mu rezervu pa pagesat më dho. E kanë harru Gjilanin si prodhem vendor, e cila ka mujt me siguru vajnë për rezerva shtetërore, është blejnë Poloni edhe është humbë. A të një që para 2 vjetëve u zbulu që aj që ne ka shrit njeve vajnë ka vdek, ka ndrujet dikon për te Evropës. Ajo humbaj malë. Tani, kjo është problemi kryesor. Kjo mendësi dhe kjo logjike menaxhimit paras publike ka ardhur në konstatimin që prapë zoti Kurti ka përdorur, tu mja përdor vetëm termat e tij, për mos më rëndu kur fushat, sepse jam interesuar me ndërtu ambient ku dialogohet, debatohet, deri në fund me fakte, ai ka qenë gjakderdhë financiare. Kjo qeveri ka mojt men shumë për gjakderdhë më të madhe financiare. Për kohën kur s'ke pas investime, thuhet që ka investime, kërkush nuk i shef. Autostrada Gjilanit është, ne ka humbë shpresët, është autollëq, është njerëzve kur i thot Allah ile mëse përmeni, mëse është nuk kosh një qka që jo ka ndodhë. Unë të këmë thonë veç mësonis ka autostrada Gjilanit, se të kur më ke tregu... Sot dhe ftesa, kur është bati, veç mëse shko ka autostrada, se së më rrinë heqë. Veç që kaq?